zoti, as kemi pas takim, as do të kemi, ne jemi deklaruar qartë, kemi vijat kuqe me lëvizje vendosje, nuk do ta kemi asnjë lloj koalicioni. Nuk e di. Po për Konjucën nëse rikandidohet? Edhe këtu do të jetë ndryshim. A do e votoni raportin edhe me kalu s'poku pika e parë dhe me vazhdu? Do e shohim tashti, do diskutojmë bashkë me deputet, po edhe me deputetet e tjerë, sepse ajo nuk ka qenë dorëheqje, ka qenë një lajmërim për dorëheqje, ne s'kemi pa dorëheqje të as të kryeministrit, po as të kabinetit qeveritar. Ai ka bë shkelje kushtetuese, mirë që ne kemi qenë deputet vjetër edhe vigjilente, kemi pa që është tu shkel dhe qëllimshëm po shkel mënyrë që t'i zvarrit këto procese. Ko marrëveshje a këja me edhe vendosa këtë pos bisedime? Jo, s'kemi pas edhe s'do të, as kemi pas takim, as do të kemi, ne jemi deklaruar qartë, kemi vijat kuqe me lëvizje vendosje, nuk do ta kemi asnjë lloj koalicioni. Po për konstituim kuvendit, a e këshillon votën? Nuk e besoj, varet ne ende nuk e dim as kush do të jetë kandidati, unë nuk moj me votu një kandidat nëse si plotson kriteret me pas votën teme. Do të më plotsu kriteret njerëzore, intelektuale, kombëtare, nuk moj për shembull me votu me Moza Kusaren e cila ka pas direkt komunikim me Radoqiçin që mos përfshihen në listën e pagës minimale veteranet e luftës. Si mujt të votoj unë, për mua është nuk e dim, ne nuk e kemi ende, nuk e kemi në informacion, do të shohim dhe do të vendosim. Nuk e di. Nuk e di. Po për Konjucën nëse rikandidohet? Edhe këtu do të jetë ndryshim. Po të shohim, ne nuk e dim ende emrin e kandidatit, edhe tash nuk mundem me supëzu se a do japim votën për kryeparlamentare, se po megjithatë unë mendoj që s'do të japim votë, sepse nëse kjo qeveri po insiston, po i shantazhon gjithë deputetët e komuniteteve, e ka thirrë Këshillin Kombëtar të Sigurisë për shkak se po shantazhojnë deputetët e minoriteteve, në anën e kundërt po i shantazhon vetë zoti Kurti, duke i thirrë një nga një, duke i shantazhuar për me marrë votën. Atëherë pse ne duhet jepim? Në gjitha format. Ku ka shantazh më të madh që ti thonë se po bën presion Radoqiçin këtë drejtim.